për të analizuar këtë situatë ndërlikuar gjeopolitike, kemi ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Egon Loli. Zoti Loli, a është ky armpushim dyjavor një shenjë pare e paqes apo thjesht një pauzë strategjike për t'u rigrupuar? Së pari, duhet të them që të gjithë kemi ndjekur ditën e djeshme deri vonë, po them pas mesnate, se si do të shkonte paralajmërimi i presidentit Trump nëse do të kishte realisht bombardime të një niveli më të madh se sa ka patur deri tani, sipas paralajmërimeve të tij. Dhe në fakt kjo nuk ndodhi dhe kjo është gjë e mirë parimisht për rajonin e lindjes mesme, por edhe për çështjet e energjisë globale, të cilat na prekin ne drejt për së drejti. Unë e shoh këtë më shumë si një pauzë taktike e cila do të shohë se si do të pozicionohen të dyja palët. Nga njëra anë Amerika dhe Izraeli, nga ana tjetër Irani në kryesën e bisedimeve në Pakistan, bisedime të cilat do të nisin ndoshta pas nesër ose pas 2-3 ditësh. Kjo është e gjitha për të kuptuar nëse palët janë realisht të gatshme që të ndalen dhe të përmbahen timeve që kanë shtruar në këtë tryez. Shtetet e Bashkuara po themi me 15 pika dhe Irani me 10 pika. Ndërkohë që ne flasim, mos harrojmë që bombardimet me raketa ende vijojnë në lindjen e mesme. Sot Irani ka goditur Kuvajtin dhe Emiratet e Bashkuara, ndërkohë që një situatë shumë e rëndë edhe nga pikpamja humanitare vijon në Liban, atje ku Izraeli vijon operacionin luftën e vet për shkatrimin e njërit prej proksive të Iranit që është Hezbollahu. Po kjo ka shkaktuar edhe krizën humanitare me ndoshta mbi 1 milion të zhvendosur në pjesën e Libanit jugor, por edhe në pjesën e Izraelit verior. Presidenti Macron, duhet të thënë që përveç presidentit Macron, së bashku me atë të gjithë liderët, pothuajse të gjithë liderët perëndimorë kanë përshëndetur këtë armpushim, por presidenti Macron ka thënë që duhet përfshirë edhe Libani në këtë armpushim. Pra dhe aty duhet ndalen luftimet. Për ta përmbledhur, mendoj që është një armpushim taktik, një armpushim që do të nisë nga ngushtica e Hormuzit, pra nga hapja e ngushticës së Hormuzit, dhe që do të vijojë pastaj me çështjen e programit bërthamor të Iranit dhe me mundësinë e pranisë së reduktuar ndoshta kjo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në atë rajon. Kjo është arsyeja pse edhe Izraeli ka qenë, ose faktor politik opozitar kryesisht në Izrael kanë qenë kundër kësaj marrëveshjeje. Deklaratat e fundit të Donald Trump flasin për një propozim me 10 pika nga Teherani. Sa serioze janë këto oferta dhe sa besim mund të ketë perëndimi tek këto? Tani, nëse ne do të shohim edhe planin me 15 pika, pra 15 kërkesat e Washingtonit, edhe 10 kërkesat e fundit të Teheranit, në pamje të parë, në kushtet e konfliktit ku ndodhemi, këto janë një plan për të vijuar luftën. Pra, logjikisht, asnjëra prej palëve nuk do duhet që të pranonte kërkesat e tilla. Bëhet fjalë aty, për shembull, pjesë e kërkesave të Iranit është largimi i instalimeve ushtarake amerikane nga lindja e mesme. Po sa e mundur është kjo në kushtet kur u mbet çfarë lloj garancie për vendet e gjirit ndërtje përballë Iranit. Nga ana tjetër, një nga kushtet e tjera është edhe, pra flas për 10 pikat e Iranit, është edhe vendosja e ngushticës së Hormuzit nën kontrollin e Iranit, që sërish dhe kjo është një pikë e papranueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sigurisht pika të cilën presidenti Donald Trump edhe sot e ka shprehur që nuk mundet të pajtohet, lidhet me primin e uraniumit, të cilin Irani e ka vënë si një nga kërkesat kryesore, pra si një nga çështjet e sovranitetit të tij, pasurimin e uraniumit, siç thot Irani, për qëllime civile dhe jo ushtarake, por presidenti Trump, sekretari Pete Hegseth, po edhe zyrtar të tjerë, sigurisht sekretari i Shtetit Marco Rubio, me herët e kanë bërë të qartë që kjo gjë nuk mund të lejohet, pra çështja e uraniumit në mënyrë absolute. Dhe përkundrazi do të ketë dhe kontrollet e rrepta të vendosura në një nga këto kërkesa nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore për Iranin, kur kjo çështje
të ketë fituar në sytë amerikanëve mundësinë që nuk ka të bëjë me militarizimin bërthamor të Iranit, po thjesht me çështje civile. Pra për tani që flasim është çështje jashtë diskutimi, por kjo është çështja kryesore e Iranit, kështu që është e vështirë thuhet që bazuar mbi këto pika ne do të kemi një diskutim të suksesshëm. Diskutimi në fakt po nis nga ngushtica e Hormuzit, që është një kusht që nuk ekzistonte përpara se lufta të fillonte, por u shtua për shkak të mungesës objektivave të qarta strategjike amerikane. Si një pasojë e mungesës së këtyre objektivave strategjike dhe hapja e ngushticës së Hormuzit është një sinjal pozitiv se ndoshta mund të kemi, them gjithmonë ndoshta, mundet të kemi tërheqje edhe në pika të tjera sa i takon Iranit apo lëshime sa i takon Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mund përmend që lëshimi ndoshta më i mundshëm mund të jetë heqja e sanksioneve ndaj Iranit. Zoti Loli, a mund të jetë ky moment një fitore diplomatike për Iranin apo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo mund të themi që kemi të bëjmë një situatë gjysmë suksesi për të dyja palët? Taktikisht flas, mund të jetë një gjysmë suksesi për dyja palët, sepse edhe Irani është nga pikpamja e infrastrukturës ushtarake është tuar rënd, por edhe Shtetet e Gjirit, bazat amerikane aty, nga pikpamja e ndërtimeve janë të shkatruara. Flas gjithmonë për bazat ushtarake amerikane. Dhe Izraeli gjithashtu ka pësuar mjaft goditje edhe në infrastrukturën civile. Kemi parasysh ato raketat e Iranit që kanë qarë mbrojtjen e Izraelit dhe kanë goditur qendrat e banuara. Për të mos përmendur këtu centralet bërthamore të Izraelit, gjithashtu të goditura. Por nga pikpamja strategjike, unë mendoj që kjo në këto momente kur ne flasim, kjo është një fitore e Iranit. Së pari sepse 4 pikat kryesore të vendosur aleatët nuk janë arritur, nuk janë përmbushur. Në vijim të kësaj, sot ne po diskutojmë mbi pikën e 5, që është hapja e ngushticës së Hormuzit, pikë e cila, siç e thash, nuk ekzistonte por u shtua më vonë. Pra Irani po negocion në një tryez ku pikën kryesore të diskutimeve e ka vendosur vetë ai. Anën tjetër, një fitore strategike e Iranit, sepse fqinjet e Gjirit Persik, fqinjet e Iranit dhe të Izraelit, kanë kuptuar dobësinë e thellë strategjike të tyre, dobësinë në makinerinë luftarake të mbrojtjes dhe në investimet që do duhet kishin bërë për të mbrojtur nga kjo ditë, që ata nuk e kishin parashikuar. Ato ishin më në shumë të pasura me fuqi të jashtëzakonshme investimi, por nuk e kishin parashikuar. Dhe rikonfigurimi i lindjes mesme me një Iran që është aktor kyç në këto bisedime, sido që këto bisedime të shkojnë, qoftë nëse janë të suksesshme dhe kemi një përfundim të luftës, qoftë nëse dështojnë dhe kemi një vijim të luftës në forma dhe mënyra të ndryshme, na tregojnë qartë që aktualisht është Irani që ka avantazh strategjik kundrejt aleatëve Izraelit dhe Amerikës. Dhe kjo duket edhe nga reagimi i forcave politike sot në Izrael, cilat me përjashtim, po them ato më kryesorët, me përjashtim të partisë së Netanyahu, që është në pushtet, opozita e ka kritikuar shumë ashpër të pranimin që Netanyahu i ka bërë kësaj marrëveshjeje, sepse thotë që dhe me të drejtë, sepse Izraeli e ka çështje ekzistenciale aty, me të drejtë që Izraeli nuk është i përfshirë në këtë armëpushim, kërkesat e Izraelit dhe garancitë e sigurisë së Izraelit. Sa reale është frika që pas këtyre 2 javëve armëpushimi konflikti të rikthehet akoma edhe më i ashpër? Frika është reale, sepse të gjithë nuk kanë çfarë të humbin parimisht. Ky konflikt nuk mund ta nxjerrë Iranin humbës, sepse Irani është një konglomerat i madh, me një popullsi të madhe, me etni të shumta dhe me një regjim autoritar, ndoshta totalitar, dhe që gjithçka i ka ngelur të luftojë është pikërisht kjo luftë, për shkak se ekonomikisht është i rënuar.
Izraeli nuk mund ta humbë luftën sepse ka çështje ekzistenciale dhe është një vend i vogël në sipërfaqe, lehtësisht i sulmueshëm nga raketat e kundërshtarëve, të Iranit apo të proksive të vet. Dhe Shtetet e Bashkuara nuk mund ta humbin këtë luftë sepse rrezikojnë të largohen përfundimisht nga lindja e mesme. Vijimi ose jo i këtij konflikti do të varet nga balanca që do të vendoset në bisedimet e këtij armëpushimi dyjavor, bisedimet të cilat e thamë që do të zhvillohen në Pakistan. Sa do të lëshojë Irani, sa do të lëshojnë Shtetet e Bashkuara dhe çfarë do të kërkojë Izraeli si garanci sigurie së bashku, mos harrojmë edhe me fqinjet arab të Gjirit Persik. Do të flasim për një kontroll strategjik të Iranit dhe deri në çfarmase mbi Hormuzin. Do të flasim për lëshim të programit balistik, por jo të atij bërthamor, se është e vështirë që ti të vësh kushte që në të dy programet Irani të lëshojë. Është një kërkesë pak e tepërt, ndoshta për Iranin kjo. A do të lëshojnë disa nga bazat ushtarake Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i transferuar ato siç edhe ka ndodhur në Izrael, pra nga vendet e Gjirit disa baza në Izrael. Po Kina çfarë roli do të luajë në këtë mes? Po Rusia çfarë roli do të luajë në këtë mes? Mos harrojmë dy faktorë shumë të rëndësishëm si këto dy vende që unë sapo përmenda. Kështu që pak a shumë unë mendoj që këto janë dhe pikat kryesore mbi të cilat do të varet, pra nga ecuria e cilave varet edhe se çfarë do të ndodhi pas fiks 2 javësh. Zoti Loli, një element shumë i rëndësishëm është ngushtica e Hormuzit. Nëse Irani do ta mbyllte atë, çfarë efekti do të kishte në ekonominë globale dhe në çmimin e naftës? Patjetër që është një situatë shumë e vështirë nga pikpamja e lëndëve bazë të energjisë nëse ngushtica e Hormuzit do të lejë. Po them nëse do të mbyllej sepse praktikisht ajo nuk është tërësisht e mbyllur. Në ngushticën e Hormuzit vijojnë të qarkullojnë anije të shteteve që janë jo kundërshtare me Iran, pra që kanë bërë një marrëveshje me Iranin, siç është Spanja në Evropë, India, Kina, Sri Lanka, edhe shtetet të tjera, të cilat e kanë dënuar sulmin që Amerika ka bërë ndaj Iranit. Kështu që praktikisht nga rreth 200 anije në ditë, mesatarisht, aty sot po kalojnë 15-20 anije në ditë, 10 herë më pak. Kjo për të thënë jo se situata është mirë, po se është për saktësim termash, Hormuzi nuk është totalisht i mbyllur, është i mbyllur për pjesë më të madhe të vendeve perëndimore, të cilat ai konsideron si aleatë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose të cilat nuk shfaqur deklarativisht dënim ndaj sulmit që kanë bërë Amerika dhe Izraeli mbi Iranin. Po rrezik tjetër do të ishte nëse Houthit, që janë proksit e Iranit në Yemen, do të mbyllin ngushticën Bab el Mandeb në detin e Kuq. Pra ngushticën prej nga fillon deti Kuq në jug për të përfunduar pastaj në kanalin e Suez. Dhe do të kishim një situatë katastrofë sa i takon si të lëndëve energjetike. Ne kemi vënë re sot që bursat e energjisë janë relaksuar pas deklaratave të Trumpit dhe çmimet e aksioneve janë rritur duke bërë që çmimet e karburanteve të ulen. Dhe kjo ka ndodhur në fakt sa herë që Trumpi ka pasur deklarata që kanë lehtësuar, kanë zhbllokuar tensionet gjatë gjithë këtyre një muaj gjysmë ndoshta tash sa po shkon kjo luftë. Vendet që goditen më shumë prej krizës së energjisë janë vendet të lindjes së largët, të cilët kanë një industri intensive. Industria dihet që mbahet me naftë. Nafta nuk është thjesht çështje e përdorimit të përditshëm dhe personal të makinave, po mbi të gjitha është çështje e përdorimit industrial, sepse edhe nëse ne do të zvendçojmë makinat tona nga makina me karburant në makina elektrike dhe do ta zgjidhim këtë çështje, është industria e cila funksionon ende me lëndë djegëse dhe që pëson një goditje të madhe, sepse nuk e zvendçon dot me energji elektrike prodhimin industrial. Po nga ana tjetër çmimi i naftës, rritja e tij ndikon edhe tek rritja e të gjithë produkteve të tjerë zinxhir, siç janë ka perimet, frutat e tjerë. Kështu që
marrë parasysh që edhe sekretari i energjisë, komisioneri për energjinë në Bashkimin Evropian ka bërë thirrje të herpasershme që duhet fillojnë të grumbullohen rezervat shtetërore të naftës se vetë kemi politika të racionimit të përdorimit të naftës. Kjo është një situatë mjaft serioze, si asnjëherë më parë në historinë e lindjes së mesme. Kjo është bllokada më e madhe energjetike që i ka ndodhur botës ndonjëherë në lindjen e mesme. As ajo e 73-shit nuk krahasohet, as ajo e 80-s me luftën Iran-Irak nuk krahasohet. Ky është bllokimi më i madh që i ka ndodhur në ngushticën e Hormuzit, po jetojmë në kohë historike, për të thënë kështu. Gjë e cilat është sensacionale nga pikpamja e komunikimit, por që praktikisht është shumë e dëmshme, i jep një goditje të madhe ekonomisë, sepse edhe pse çmimet e naftës mund të ulen për shkak të reaksionit zinxhir në ekonomi, shumë çmime që ngrihen për çmimeve të naftës vështirë se do ulen. Po nëse do flisnim për rolin e ndërmjetësve si Pakistani, a tregojnë këto negociata se diplomacia rajonale po merr më shumë peshë se ajo e fuqive të mëdha? Këtu ka një farë të drejtë. Roli që disa shtete mediatore si Turqia, Egjipti, Arabia Saudite dhe sidomos Pakistani kanë luajtur, ka qenë vendimtar që të mbërrinim në këtë ditë kur ka një pushim 2 mujor. Kështu që ne kemi parë personazhe nga këto shtete që kanë zhvilluar diplomaci intensive, po intensive realisht gjatë këtyre 40 ditëve të luftës. Kemi parë kryeministrin e Pakistanit, kemi parë ministrin e jashtëm të Egjiptit, kemi parë ministrin e jashtëm të Turqisë, ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite. Dhe kjo ka dhe një efekt tjetër se fillon edhe faktorizon aleat të ndryshëm nga Izraeli për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme. Zhvendos në një farë mënyrë vëmendjen e administratës në Washington nga Izraeli si partneri ekskluziv i Washingtonit deri tani në lindjen e mesme, tek shtetet e tjerë, tek partnerët e tjerë potencial dhe me një diplomaci jashtëzakonisht efektive. Unë shpresoj që rolin që këto shtete kanë luajtur deri në këtë moment, të vijojnë ta luajnë edhe gjatë këtyre 2 javëve. Në qëllimin që në përfundim të këtij afati 2 javor, konflikti megjithëment të mbyllet. Zoti Loli, në aspektin ekonomik global, a mund të shohim një tjetër val rritjeje të çmimeve të energjisë nëse situata përkeqësohet? Po sigurisht është plotësisht e mundur. E thash pak më herët që më shumë se sa bllokimi faktik i koridoreve të transportit të lëndëve të para të energjisë, këtu luan një rol të madh edhe perceptimi publik. Pra, e thash që bursa ulet dhe ngrihet varësi të deklaratave të presidentit Trump edhe të zhvillimeve që vijnë nga frontet e luftës. Kështu që nuk është as pak e pamundur dhe as pak çudi që të ndodhë edhe një gjë e tillë, megjithëse nuk është e mirë. Po e përsëris që për shkallëzimin e situatës e bllokimi një tjetër ngushtice veç ngushticës së Hormuzit do ta fusë energjinë realisht në panik. Kishte parashikime për shembull në The Economist që thonin se nëse do të ndodhte një skenar i tillë që Houthit do bënin të pamundur për shkak të kërcënimit goditjes me raketa, kalimin e anijeve, ku praktikisht ajo rrugë kalimi është edhe 15% tjetër e tregtisë globale, pra Bab el Mandeb deti kuq kanali Suezit, çmimi i naftës do të shkonte, sipas The Economist, në $200 për fuqi. Një rrje sikur ndonjëherë më parë. As e pakrahasueshme as me luftën e Irakut dhe as me luftrat e tjera.